Kështu, familja ime në vitet e 70 ka ardhur në Zvicër të punoj, gjyshim si sezonje, gastarbeiter, si shqiptarit e tjerë. Edhe kemi mbetur këtu, nuk kemi kthyer më në Maqedoni. Dhe babi im ka ardhur në 93-shin të punoj edhe ai. Edhe unë kam lindur në 98-ën në Ohër, edhe kam emigruar me mamin tim në 99-ën, dhe me thënë gjenerata 3 në Zvicër. Kështu që jam 27 vite në Zvicër, gjithë jetën. Gjithë jetën. Ka qenë si pasojë e nevojës për të shpërngulur atje nga familja jote? Po, në kohën Jugosllavisë, ekonomia nuk ka qenë e fortë. Njerëzit kanë shkuar jashtë shtetit të punojnë, gjyshim, vëllezërit e tij, nga familjat e tjerë, kështu që po, e ka lënë shtetin për një tardhje më të mirë. Sa shpesh ti e viziton Maqedoninë e Veriut? Minimum 1 herë në vjet. Sa mirë. Po, edhe nëse vjen rasti, ndoshta 2 herë në vjet. Bukur. Kur vjen çdo vit, vëre ndonjë ndryshim, ndonjë detaj tek ne? Apo njësoj jemi? Domethënë Kërçova ndryshon, ndryshon edhe domethënë siç duket, rrugat ndryshojnë, njerëzit ndryshojnë. Për mirë besoj, Më fal? Për mirë besoj ndryshon, apo jo? Po, normal, ka lëvizje, lëviz politika, lëviz shoqata, domethënë edhe në Maqedoni ka lëvizje pozitive.